Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Sot inshallah mësimi është për diçka të rëndësishme, sepse për një shprehje që e themi shpesh ose në çdo namaz. Është një shprehje që e themi në çdo namaz, por nga ajo që dëgjojmë ka vëllezër që bëjnë gabime në këtë shprehje. Ashtu si që shprehje ka rregullat e saj, ka formën e saj, se si thuhet, mënyrën. Pra gjë që muslimani duhet t'i mësoj. Cila është shprehja, shpirtërisht shprehja e temin, që themi amin, pas leximit të surës Fatiha. Por kjo shprehje është më e gjerë se kaq. Thuhet edhe jashtë namazit, dhe për këtë çështje ka shumë nënpika të tjera, të cilat na i sjell autori Bekër Abdullah Ebu Zeid, Allahu më shiroft. Së pari çdo të fjala amin. Ka dikush që e di? E themi çdo namaz? Po, Allahumma stajib. O Allah, pranoje. O Allah pranoj, të kuptim ka, kur themi amin. Dhe është folje urdhërore. O Allah pranoje, urdhër. Por, kur bëhet fjalë për Allahun, nuk mund të themi urdhërore, por dëshirore, kërkes me ngulm, që ne ja kërkojmë Allahut. Sepse dhe vetë fjala amin është dua. Sepse ti po i kërkon Allahut që për shembull, në rastin konkret në leximin e surës Al-Fatiha, sura Fatiha është dua. Pjesa e dytë e saj është dua për Allahun, për robin. Si gjen hadithin e profetit alayhis salatu wassalam, që thotë Allahu subhanahu wa taala ndava në dy pjesë, një pjesë për mua dhe një pjesë për robin tim. Dhe ajetet e fundit janë dua që bën robi për veten e tij. Prandaj themi amin, kur themi amin, Allah pranoi këtë kërkesë që ne bëm. Dhe është dua pas duas. Dua, se kur thuhet që pas Fatihas, dhe tham që një pjesë e Fatihas është dua e robit. Pse? Sepse thon dietarët që është si një përmbledhje e kërkesave apo e duas së shtjelluar me detaje që pate. Pra sikur ti e mbyll, të duan tënde në një mënyrë të përgjithshme, me një kërkesë, duhet të thënë, o Allah, pranoje tërë atë që unë bëra, tërë ato dua që unë bëra. Dhe fjala amin është nga të veçantat e këtij umetit, muslimanëve. Nuk e kanë pas profetët dhe umetet e tjera. Thot profeti alayhi salatu wassalam, ma hasadakum al-yahudu ala shay'in ma hasadukum ala amin o teslimi ba'dikum ala ba'd. Gjëja që ju kanë më shumë zilit që i futët juve, është fjala amin dhe selami që i jepni njëri tjetrit. Përhen shumë të bukura, sa që umetet e tjera na e kanë zilit, se kanë vetë na e kanë zilit. Pra ata vlerësojnë këtë veçori. Po vlerësimi jonë, akoma dhe më i madh duhet jetë. Prandaj duhet i njohim rregullat rreth kësaj shprehje. Por gjithashtu ka disa dietarë që thonë këtë ka pas edhe Musa me Harunin. Fjalën amin. Si thot Allahu subhanahu wa taala, qad ujiba da'watakuma, unë ju përgjigja lutjes së ju të dyve. Kjo ajet është pjesë nga fragmenti ku Allah subhanahu wa taala përmend në surën Yunus një pjesë nga historia e Musait alayhis salam me Harunin. Qad ujiba da'watakuma. Unë ju pranova lutjen e të dyve. Dhe thon dietarët, Musa bënte duan, Haruni thoshte amin. Dhe u qytën që të dy lutës. Shu thon disa dietarë. Nga vlera që ka kjo fjalë që është dua, është se
është nga shkaqet e pranimit të duas. Sidomos kur bëhet me një grup njerëzish, bën njëri prej tyre dua, siç mund të jetë imami në fund të hutbes, apo ndër kur mbarojmë mësimin, ose gjatë mësimit përmendim një çështje që ka të bëjë me xhehenemin, bëjmë dua Allah na ruaj, themi amin. Ose një çështje që ka të bëjë me xhenetin, o Allah, na lehtëso hyrjen në xhenet, themi amin. Ndoshta amini i dikujt nga ne pranohet tek Allahu dhe përfshihen që të gjithë. Pra ka vlerë kjo fjalë. Gjë që do të thotë vëllezër se kur dikush bën dua, siç është rasti i imamit pas hutbes, në fund të hutbes së xumas, apo rastin ton për shembull, nuk duhet me privu veten nga kjo thënie. Themi amin. Themi amin. Normalisht jo si amini në namaz, duke ngritur zërin fort. Por do të vijë kjo çështje. Dhe nga rregullat apo edukata e saj është që kur ka të bëjë me leximin e surës Fatiha është që thënia e kësaj shprehe, kësaj duaje amin, të mos jetë e ngjitur apo me një herë me fundin e surës El-Fatiha. Për shembull, kur themi ghayril maghdubi alejhim waladdallin amin. Ja. Por duhet të ketë një pauzë, thon dietarët, që të kuptohet që surja mbaroi dhe kjo shprehje jashtë surës, sepse ne e dimë që gjithë që fjala amin nuk është pjesë e surës El-Fatiha. Pra është prej edukatës, për shembull themi ghayril maghdubi alejhim waladdallin amin. Pra sa që është një frymëmarrje. Sa që është një frymëmarrje dhe kjo mas kohore është nevojë, është e mjaftueshme për të kuptuar dallimi dhe përfundimi i njërës dhe fillimi i tjetrës. Çështja tjetër e rëndësishme, kur thuhet kjo shprehje? Amin. Kur thuhet shprehja? Amin. Gjendja e parë kur thuhet është brenda namazit. Pas përfundimit të surës El-Fatiha, si nga imami, ashtu dhe nga xhamati, por edhe kur falesh vetëm. Por edhe kur falesh vetëm. Dhe kjo gjendje e parë përmban dy situata. E para thuhet me z. Thuhet me z, si nga imami dhe xhamati. Normalisht tek namazet që janë me z. Se ke namazet pa z, ti nuk ka si e kupton xhamati kur mbaroi imami. Dhe as nuk ligjetsohet për imamin që të ngrijë ezanin me amin tek namazet pa z. E dyta, si thot shumica e dietarëve, është që fjala amin nga xhamati të thuhet kur mbaron imami surën El-Fatiha. Jo pasi ta filloi imami. Si një pjesë e dietarëve thonë, pasi ta filloi imami amin, do të filloj xhamati. Allahu alem, por mendimi shumicës së dietarëve duket më i saktë. Sepse profeti alayhis salatu wasallam në një hadith thotë: "Idha qala al-imam ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin faqulu amin." Dhe kur imami të thotë ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin, ju thoni amin. Pra e lidhi fjalën amin jo me aminin e imamit, por me përfundimin e surës Fatiha. Me përfundimin e surës El-Fatiha. Ky mendim duhet i drejtë. Ndërsa nga argumentet që përmend pala tjetër e dietarëve është hadithi profetit alayhis salatu wassalam, inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bi. Imami është bërë që të pasohet. Prandaj thon, edhe në këtë rast nuk duhet ta thotë bashkë njëkohësisht me imamin, por pak sa po ka filluar imami. Por më i saktë duket mendimi i shumicës së dietarëve, më i saktë. Ky duket. Gjithashtu që na tregon vëllezër se ligjësohet dhe për imamin të thotë fjalën amin. Ligjësohet dhe për imamin të thotë fjalën amin, sepse profeti alayhis salatu wassalam thotë
në hadithin idha amana al-imamu fa aminu, kur imami të thot amin, thoni amin. Pra çfarë tregon kjo? Ndryshe nga një pjesë e dietarëve, kryesisht e mëdhëbi Hanefi, që thonë e thot në veten e tij imami, e sarta është që, si çdo të vite më qartë, e thot imami me z, jo në veten e tij. Normalisht bëhet, jemi akoma tek namazet me z, tek rekatet me z. E thot imami. Dhe si sot profeti alayhi salatu wasalam në hadithin, pjesën e hadithit që përmendëm më parë, fa innal malaika taqulu amin wa innal imama yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sepse melajket thon amin, por edhe imami thot amin. Dhe amini ati që përputhet me aminin e melajkeve, i falen gjunat e mëparshme. Pra që një çavlerë ka kjo shprehje që është e shkurtër, por pas ka një mirësi të madhe, që kur e thu në kohën e duhur dhe në rastin e duhur, kur që është i ligjësuar, fiton falje gjunafesh nga Allahu i lartësuar. Çështje tjetër, dhe një çështje që në të cilën tërheq vërejtin autori thot, ka disa imam thot që e vonojnë shumë thënien amin pas përfundimit të surës El-Fatiha. Pra thot ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Amin. Mund duket pak, por është shumë për një rast të tillë. Kjo pauzë është e tepërt. Nuk ka arsye. Vetëm në një rast kur ju mor fryma apo diçka tjetër, të raste të veçanta, por si rregull flasim. Gjendja e dytë kur thuhet fjala amin, e para ishte brenda namazit. Tani ligjësohet edhe jashtë namazit, thuash amin. Siç është në leximin e surës El-Fatiha. Jeni dy vetë për shembull, ose edhe vetëm, jeni dy vetë ose edhe vetëm, edhe lexon surën El-Fatiha. Ose themi mirë dy vetë, se do të vijë çështje tjetër ajo. Dhe përfundoi e thot si ai që e lexoi edhe ai që e dëgjoi, apo ata që e dëgjuan e thon amin. Apo në rastin e thot autori, dhe kjo thuhet si në duat e përgjithshme, por edhe në duat e përcaktuara në kohën e tyre, në gjendjen e tyre e tjerë. Apo siç është rasti që dua e hatibin ditën e xumë, në fund të xumas bën dua. Dhe ç'është e çuditshme, xhamati s'njihet fare, sikur po vazhdon akoma hutbën ai. Momenti që kanë filluar duat, hutbja ka mbaru. Kur duat në fund të hutbes, tregon që hutbja ka mbaru. Dhe thuhet amin. Thuhet me z, amin, amin, amin. Thuhet nga xhamati me z. Apo në duan e istisqa, kur kërkohet pra rënja e shiut, thuhet amin. Apo në rastin e kusufit, pra eklipsit e tjerë, thot autori. Dhe thot më pas, fjala amin thot, kur bën dua khatibi, që thuhet edhe gjatë hutbes, mund bëj dua edhe gjatë hutbes, është sunnet sipas me dietarëve të katër mëdhëbeve. Pra, dietarët e të katër mëdhëbeve thonë që jo vetëm ligjësohet, por është edhe sunnet. Thënia amin kur khatibi bën dua. Ndërsa te duaja istisqa është e pëlqyeshme thonë. Pra ligjësohet edhe në këtë rast. Çështje tjetër që sjell autori, Allahu mëshiroft. Nëse personi bën dua vetëm, bën vetë për veten e tij ai, për shembull. Qoftë duke ngrit durët, qoftë pa ngrit durët, mund të jetë duke ecë, apo duke qëndruar në xhami, apo në shtëpi. Mund t'i ngrej, mund të mos i ngrej. Pra nuk ka lidhje ngritje apo jo e duarve në këtë rast. A ligjësohet që të thot për duan e tij amin? E qartë si çështje? Kur është tet pull, po bën dua për veten.
A ligjësohet apo jo? Thot autori i librit, Allahu më shirov, thot ligjësohet, lejohet diçka e tillë. Dhe thot Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Allahu rrit, thot ndonjëherë lejohet, për ndonjëherë. Jo ta bëj çdo herë, sa herë që bën dua, ti thot duas së ti amin. Sepse nuk është përcjell nga selefët diçka e tillë. Nuk është përcjell nga selefët diçka e tillë. Çështje tjetër, dhe kjo është e rëndësishme, ngjojeni mirë tani. Si thuhet fjala amin? Amin apo amin apo amin? Format e sakta, ndër më të saktat janë dy. Zgjatimi dhe shkurtimi. Por pa i dhënë mimit atë shedden. Sepse del fjalë tjetër pastaj, ka qëllim kuptim tjetër. Ka kuptim tjetër. Nuk ka më kuptimin o Allah pranoje. Merr kuptim tjetër. Pra nuk mund të themi amin. Ja. Mimin nuk e mbajmë grojën të mimi. Amin. Pra lejohet thot amin, por më sakta dhe më njohura është zgjatja e fjalës amin. Dakor? Sakro. Se ne dim që gjuhën arabe ka zgjatje. Leximin e Kuranit, e porën të shprehje. 2 kohë, apo 4 kohë, apo 6 kohë, lejon të treja. Lejon të treja. Edhe pse dikush në xhamat e thot 2, dikush 4, dikush 6, nuk ka problem. Por lejon të treja këto. Qartë inshallah, si thuhet amini. Dhe nuk lejohet, thot autori Allahu më shiroft, që të thot dikush amin kur imami bën dua pas selamit. Ose bën një dua, ose kur thot imami astaghfirullah, astaghfirullah, apo Allahumma anta salam, minka salam, e tjerë deri në fund thot amin. Ja, nuk është gjendja kur duhet të thot. Gjithashtu thot nuk lejohet që ti shtohet fjalës amin diçka tjetër. Amin, o Zot na fal, o Zot pranoje. Ti the amin, sepse thu prap amin. Dhe hym te çështja tjetër dhe fundit që a lejohet ta thush më tepër se një herë fjalën amin, për shembull bëri dua dikush edhe jashtë namazit. Edhe Allahu dhën të mirë aty, amin, 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 amin. Jo, një herë ligjësohet. Një herë ligjësohet. Nuk ka argument të saktë që të tregojë që fjala amin lejohet të përsëritet. Por një herë vjen. Ajo që është përcjell është një herë, pra dhe është mjaftueshme. Sepse kur thuhet amin në fund duas, është përmbledhje. Pika përmbledhse. Kjo pra inshallah qartë. Pra lejohet amin, zgjasësh elifin amin dhe janë atë min lejohet të zgjatën të dyja, por ashtu lejohet edhe amin. Dhe profeti alayhi salatu wasallam, siç vjen në hadithin e Wail ibn Hujr te Tirmidhiu, thotë se kur profeti alayhi salatu wasalam thonte ghayril maghdubi alayhim waladdallin, thonte amin dhe ngrinte zërin. Dhe ngrinte zërin. Pra nuk e thoshte në veten e tij, siç thotë një pjesë e dietarëve. Ja, nuk e thoshte me zë të ulët, e ngrinte zërin. Dhe sahabët e ngrinin zërat e tyre kur thonin amin, saqë dëgjohej amini i tyre. Elusim Allahun Azza wa Jall, na japi neve dituri, qëndrueshmëri në fenë e tij, na ruaj neve nga gabimet, nga në fitnet që i shohim, por edhe ato që nuk i shohim. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.